jo vetëm këtu në Fier, por edhe më gjerë dhe vajza e saj Anja. Atëherë pikë së pari, faleminderit që pranuat ftesën për qenë këtu këtë mëngjes me ne dhe me publikun e televizionit Apollon. Mëngjesi e dashur Marcelo, se ne kemi vetë primerin, a dashur. Unë të falenderoj për ftesën dhe është kënaqësi të marr pjesë në televizionin Apollon. Mirë se më erdhe dhe ti Anja e dashur. Mirë se ju gjeta. Atëherë do të jetë një bisedë shumë emocionuese, jam plotësisht e bindur aq më tepër që kemi edhe këtë ëmbëlsirën këtu në studio. Atëherë të nderuar teleshikues, në të vërtetë sot është një ditë e vrentur në horizont, por sinqerisht unë këtu kam diellin. Kam dy zonja edhe me të vërtetë statura që ka Anja është një zonje, të cilat në të vërtetë rrezatojnë shumë energji pozitive. Atëherë nuk je një personazh e panjohur, Marcela për publikun, më ishte atë një karrierë 23 vjeçare, pasion, përkushtim, punë e palodhur dhe mirëkuptim familjar, apo jo, sepse janë gjitha bashkë të lidhura. Marcela e thënë shumë mirë, është e vërtetë, e para njërë është pasioni. Pastaj të tjera të vjetin më pas, sigurisht unë tash jam e angazhuar se kam edhe familje, kam edhe djalin të vogël. Përkushtimi, synimi, fokusi im tash është përveç aktiviteteve që mundet unë në qytet, edhe vajza ime. Do me thënë se si ta orientoj, se si ta drejtoj unë drejt rrugës së suksesit. Në fakt, Anja, ka në vërtet një staturë të një zonjushe të vërtet, të atyre balerinave ruse, ka dhe emrin të tillë Anja. Atëherë, Anja e dashur, si të ka lindur ty dëshira për të kërcyer, që kërcen kaq bukur, ti edhe në ta shohim pak më vonë? Seriozisht më pëlqen kërcimi. Gjithashtu më pëlqen të kërcimet elegante prandaj. Dhe nuk më duket aq i vështirë kërcimet të thënë të drejtën. Edhe jam lindur, sikur më duket atje në skenë, më duket sikur jam lindur për skenën. A e ke këtë ndjesi ti, sikur ke lindur për skenë? Më duket se e kam pak. Të duket se jo e ke pak e dashur, por e ke kaq shumë ti në këtë stilin tënd kaq elegant. Atëherë pa më thuaj pak atë emocionin e parë që ke patur ti kur dole para një publiku, që nuk kërceje vetëm kështu duke të parë mami jot. Për shembull, të ndihmoj pak mami kur ke kërcyer ti për herë të parë, se ka qenë mosha pak e vogël, dhe unë mendoj që më shumë. Ka qenë 3 vjeç e gjysmë, afërsisht 4, dhe duke qenë se në atë moshë dhe emocioni se kuptojnë fare. Unë i vendosa në një bazë, vendosa një djalë më të rritur, edhe ishte edhe i gjatë dhe moshë më madhe, ishte 7 vjeç, që ai ta orientonte, që ai ta drejtonte, por që dukej talenti që atëherë. Unë do flas pak për këtë pjesën. Atëherë Anjen e kam marrë në ambientet ku unë punoja, në salla të ndryshme vallëzimi, që të vogël, që atëherë kur ajo mendonte si lojë dhe hidhej pas vajzave të tjera pa interese, mendonte si një kërcim. Shikoja pa tjetër që unë dhe bashkëshorti jemi të dy sportistë, unë edhe artiste, dhe kështu që ajo ka trashëguar, ka element shumë të Pra është geni mbi të gjitha, apo përveç pasionit, apo jo? Edhe një punë e të madhe. Edhe duke mbajtur në ato ambiente, sigurisht që ajo merr, edhe pse është e vogël, e shikon, orientohet. Unë kisha shumë dëshirë tek baleti klasik, ke këto elegante, sepse e shikoja që ajo kishte prirje, por kohët e fundit, Anja më ka dhënë mundësinë të mendoj që kjo edhe ke këto sportivet, edhe ke lëvizjet moderne, përveç se ka interes edhe i thit, edhe i ka. Megjithatë, Anja, ku e ndjen veten më mirë? Te baleti, te këto kërcimet elegante, te këto kërcimet orientale, sepse edhe te këto ti je më vërtet shumë fantastike. Seriozisht më pëlqen më shumë, më mirë ndjen tek ato klasiket, elegantet. Në një të bakminkat më pëlqen ato modernet, ama si hip-hopi nuk më pëlqen shumë. A nuk të pëlqen këto ritmet e fuqishme, kështu, apo jo? Të pëlqen këto kërcimet elegante, apo jo? Misha, dhe pa më thuaj pak, pa tjetër që ti punon shumë, apo jo? Po. Dhe si organizon ti kohën? Se je edhe një nxënëse shumë e mirë ndërkohë. Po. Si organizon kohën ti që t'ja dalësh mban edhe me mësimet, edhe me këto kërcimet, që në vërtet janë të një performancë shumë interesante. Ndonjëherë unë mbaroj detyrat, pastaj filloj të bëj ca si
Unë se unë kam bërë edhe gjimnastikun, nuk kam bërë vetëm kërcim, kështu që ndonjëherë bëj sparkatën, ose edhe ndonjëherë karpërtinje të vogël dhe gjëra të tjera. Pra edhe në shtëpi, edhe në kushte shtëpiake, jo thjesht në sallat e kërcimit, Po, në vende shumë të ti ndryshme. përkushtohesh apo jo përkushtohesh. Marcela, unë dua pak, Anja të më fali pak që unë jam menaxhere shumë e mirë e ditës së Anjes, sepse unë e kam edhe në shkollën ku unë punoj, Anja është nxënëse atje, dhe sigurisht gjithë ditën ja organizoj unë. Do me thënë pa tjetër pjesa e parashmësimit dhe pjesa tjetër ndalemi ke kërcimi. Kërcimet ashtë janë të natyrave të ndryshme, unë si që thash dhe më parë kam bërë aktivitete prej 2 vjetësh këtu në Fier, por më shumë të fokusuara për ecurin e vajzës time në të ardhmen. Do të ndalesha një qikë nga e kaluara dhe si ka rrjedhur deri tani. Thama, performanca e parë ka qenë një valë si këndshëm, do me thënë shumë premtues për mua, por sigurisht unë i vendosa edhe një djalë që a i ta orientonte, ta drejtonte, sepse ishte e vogël. Në atë moshë që ishte Anja, e para ishte vëmendja që ishte shumë e vështirë. Me zi e kam sjell, sepse edhe në ambientin ku punoja shikonte pasqyrat më tepër, merrej me shoqet që ishin më të mëdha dhe kjo i pëlqente loja. Pastaj 4 vjeç e gjysmë 5, përsëri e nxora me një vals, edhe ai goxha i bukur, djali që e shoqëronte ishte një bukurosh, i quvesh si princ, dhe ajo ishte shumë e veçantë. Pastaj e ndryshuan pak stilin me vajzat, bënte kërcime të ndryshme me vajzat e grupit, edhe pse mund të ishte më e vogël, ose kisha edhe vajzat të moshës së saj. Dhe edhe aty spikaste, por akoma nuk më jepte idenë që kam unë sot. Thosha edhe sikur e ka për veten e saj për të ardhmen, do ditë kërcej bukur. Atëherë këtu do të ndalem pak sa, Marcela, të lutem. Atëherë nuk besoj se është e lehtë për ty që të jesh edhe instruktore e Anjas, por edhe nëna e Anjas. I sheh pa emocion me gjaktësi të dyja këto pjesa apo jo? I shikoj, kur del në skenë nuk kam emocion, e di që kjo është, do me thënë, do japi më të mirën, dhe pse unë mund të kem punuar, ka pjesë që kam punuar për 2 ditë, fut edhe nga vetja element dhe kjo më pëlqen, sepse këtë e kam pasur edhe unë e vogël. Krijimet, koreografit, unë i bëja vetë. Atëherë punoni me piano edhe kjo më pëlqen që kjo fut edhe nga vetja dhe më liron pak, sepse jam goxha e ngarkuar edhe si familjare që jam. Do të vinte keq, Marcela, nëse nuk do të ndiqte rrugën tuaj. Ja. Ajo ka jetën e saj, unë e bëra timen. Unë ndoqa atë ëndër që kur isha e vogël e kisha ëndër të bëhesha mësuese fizkulture. Sinqerisht e them, kam bërë një gjimnastik shumë të mirë, sepse në atë kohë edhe shteti kishte kushte të tjera, investonte shumë për sportistët. Sigurisht që e realizova ëndrrën time, kjo ka të vetat. Nëse do të bëhet kështu, unë do të përpiqem aq sa mundem unë ta drejtoj drejt kësaj rruge. Atëherë, më lejo që ta pyes edhe Anjan. Atëherë, Anja e dashur. Ke një statur kaq elegante dhe më ma gjep sfare, me heq edhe mendimin se çfarë do të pyes. Ama e ka edhe një çik të punuar, se ka patjetër. që 3 vjeç. Patjetër. Atëherë, ti e ndjen që e lindur për skenë, më the pak më parë apo jo? Megjithatë, do të pëlqente të studioje diçka tjetër, për shembull, cila lënd në shkollë të pëlqen më shumë? E shikon veten si mjeke, si juriste apo jo? Për shembull, nga lëndët e mësimit. Po. Më shumë më pëlqen gjuha, më pëlqen dituria, qytetaria, sepse aty mëson që ti je qytetruar, e mirë e dashur. Gjithashtu më pëlqen shumë anglishtja. Të pëlqen këto lëndët sociale, duke qenë se edhe një rob i socializuar, duke nisur që e vogël të jesh në salla të mëdha, me grup mosha të ndryshme, apo jo? Megjithatë, a ke koti duke përkushtuar mësimeve, kërcimit, pra që të dalësh paksa edhe me shokët dhe shoqet e tua? Po, kam kohë, mirë e kam. Dhe që praktikojmë edhe herë të tjera, unë nuk e kam shumë të vështirë për të bërë mësimet edhe për të bërë njëse kërcimet. Për shembull, unë ndonjëri bëj mësimet në fillim, por edhe praktikohem. Edhe pastaj del edhe me shoqet dhe shokët, pra të gjithë ditën, me gjitha detyrimet, ti i përmbush, apo jo? Po, i përmbush. Atëherë, shoqet e tua, çfarë thon? A vin ato teksa ke ti kështu
kërcime, aktivitetet të ndryshme, janë të pranishme aty që të mbështesin kështu emocionalisht. Marcela, mund të ndërhyrë, kanë qenë pak vitet vështira se kanë qenë këto të pandemisë, po kjo nuk e kanë ndjerë, sepse asnjëherë unë s'e kam treguar çfarë ka ndodhur në të vërtetë, gjithmonë e kam angazhuar, gjithmonë jemi marrë nga ana praktike, por kanë ngelur, do shikojnë edhe pamje të ndryshme që do jepen më vonë, që ka ngelur në kuadrin e sallave ose të një aktiviteti të vogël, sepse dihet që nuk na ka lënë pandemia. Është e vërtetë që paralizoi pothuajse gjithë sektorët. Më vjen keq që kjo deri 6 vjeç e ka marrë emocionin e duar trokitjeve, kurse këtu pak njerëz e kanë parë. Po le ta pyesim pak sa Anja, vetë e kemi këtu, e kemi kaq të zhdërvjellët. Atëherë Anja e dashur. Po. Unë nuk e di nëse ti arrin ta perceptosh çfarë do të thotë pandemi. Gjithsesi pati disa kufizime. Ty të munguan ato duar trokitjet? Do të thënë, më mungojnë ndonjëherë. Kur ndihesh më mirë ti në sallë, kur ke publik që të duar troket, apo kur she ato sallat bosh që ka pak njerëz, atë pengon këty, apo ti fokusohesh vetëm te kërcimi dhe nuk mendon për gjë tjetër? Jo, nuk mendoj për gjë tjetër. Edhe kur kërcej po më rande një gjë, mua s'më intereson. Mua më intereson që të dalë mirë në kërcim, një, edhe dyta, mua nuk më intereson po ka shumë njerëz ose nuk dua trokatin si rëndësi ka, nuk them gjithmonë, rëndësi ka që u përpoqa, më ka mësuar dhe mami. Pra, rëndësi ka përpjekja. Po, përpjekja. Pra, mami jo vetëm ty të instrukton që të bësh një koreografe fantastike dhe një valltare shumë e mirë, po, por një artiste e vërtet, sepse mami shoh që përpiqet në gjithë staturën tënde, në gjithë elementet, qoftë tek veshja, tek eleganca jote, tek edukata jote familjare. Apo jo, sepse e ke dhe e përcjell që tani duket Marcela, unë përpiqem vërtet, sepse shikoj element që mund të bëhet edhe një show girl. Ajo të bëhet çfarë të doj, po e shikoj në sfilata. Për shembull, patjetër mua më pëlqen ta vesh, po ka shije, thotë kjo shkon me këtë, që e vogël e ka pasur. Tjetër ecje, ti bën shumë të bukura për një top modele, ka prirje për aktrim dhe këtë ma kanë thënë 2 personazhe, kam çuar ke Miola, e cila është një aktore që na nderon, e përshëndesim fort. Po, dhe më tha ka shumë të dhëna, është tepër e lirshme, por të rritet dhe një çik. Nuk dua ta allakas, por në qoftë se ka element që mund të bëhet dikush në të ardhmen, pse jo, le të bëhet një show girl. Kjo ka një mbështetje shumë të madhe, sepse unë për vete rritja në një familje ku 2 prindërit ishin intelektual, ata më mbështesin, po jo kaq shumë sa mund këtë, sepse unë jam brenda këtij rrethi, e kam provuar vetë dhe tashti çfarë mund do t'ja jap me shumicë vajzës time. Atëherë Anja, jam kurioze të di. Ty të pëlqente që në të ardhmen të ishe një show girl, të drejtoje një spektakël, një emision televiziv, pse jo? Po, unë kam dashur shumë edhe për këtë, po për gatitem gjithë kohën për të bërë një show girl. Po, për të bërë një show girl dhe e thua ka ish bukur. Ja, po shojmë edhe pamjet, keni disa pamje, shojmë elegancën e Anjas, është me të vërtet e mrekullueshme Anja, me të vërtet i ka të dhënat për të qenë një personazh i kompletuar, një show girl i ardhshëm. Shohim se sa stil ka jo thjesht në veshje, në qëndrim, në lëvizje, është me të vërtet e mrekullueshme Anja. Miqtë ato unë të lutesha shumë regjist që të ndishnim tashmë edhe një kërcim të Anjas, që edhe publiku vetë të shoh talentin fantastik të kësaj bukuroshe që unë kam këtu në studio, dhe ndiem e nderuar që kur të bësh një show girl, të thuash që dikur kam bërë një intervistë tek televizioni Apollon dhe unë do të ndjek me nostalgji, atëherë do them Anja i arriti qëllimin. Patjetër.
Ja kemi sërish së bashku në studio të nderuar teleshikues, kemi marrë një shije nga kërcimi i Anjas, gjithçka tham deri në këtë momente në studio u konkretizua më së miri tek kërcimi, me të vërtetë më duk sikur pash një indiane të vogël të vërtetë, sikur isha në Indi në këtë momente, në një sallë atje dhe po të shih aty në sken. Atëherë sinqerisht më bëri shumë përshtypje, ishte jashtëzakonisht shumë e lirshme Anja. Atëherë dua të di pasi përfundon një kërcim, çfarë emocioni ke? Unë aty në fakt të pa shumë të sigurt, në gjitha lëvizjet, në veshje, gjithçka jotja ishte jashtëzakonshme. Pra e gjithë qenia jote ishte përqendruar pikërisht aty, te kërcimi, dhe të pash që ishe pa emocione fare. Ti nuk mendon për asgjë më duket në këto momente, vetëm te kërcimi dhe nuk do të dish nëse ekziston gjë tjetër rreth rrotull apo jo. Po. As kamerat, as drita, as gjë apo jo. Po. Ndonjëherë në shtëpi unë kam emocion, por në skenë unë nuk kam shumë emocion, sepse e di që të dalë shumë mirë edhe përpiqem. Por edhe kur mbaroj një kërcim, nuk kam faktikisht emocion. Jo vetëm aq, po do të kërcej prapë, ta bëj prapë. Po. A, do të kërcej prapë. Megjithatë, Anja, unë nuk mund të rri pa të pyetur. Faleminderit. Gjatë gjithë kësaj kohe që ke dalë para publikut me kërcime që me të vërtet janë shumë elegante, atëherë ka patur ndonjë moment kur ti e ndjer keq? Jo, nuk jam ndjer faktikisht ashtu. Në të gjitha kërcimet ti e ndjer shumë mirë. Po, jam ndjer shumë mirë. Për shembull, mund të kesh një ditë me temperaturë, ke patur pak marrje mendsh, apo ke shkelur pak fustanin dhe e penguar, nuk të ka ndodhur këto gjëra, ëh? Këtë gjëra nuk më ka ndodhur, por edhe po jam një çik me hund për shembull, që kam pak grip, unë them hamër se s'është gjë, vetëm kam pak hund dhe mundem të kërcej. Jam faktikisht shumë sëmur me temperaturë. Marcela, unë duhet të ndërhyj pak, sepse kësaj ka ardhur çdo gjë e lehtë në kuptimin. A nxirja në një shfaqje sigurisht ato mund të ishin dhe më të përgatitura, si ishin më të mëdhaja, dhe unë e çoja vajzën herë dhe pjesë dhe i thosha, aty ka ardhur një koreograf, dhe tani i quan Ligjeshtra të Bardha, dhe vajzës që do kërcej shumë bukur do t'i japi dhuratë një kukull. Kukullën e kisha bler, edhe i thosha, ja ku është ma ka dhënë mua, po qese ti do kërcej shumë bukur, kukulla është e jotja, dhe ky ishte një motiv kur ka qenë e vogël. Ndërsa tani ajo e ka si dëshirë shumë të madhe. Unë doja të ndalesha që aty u pa vetëm një belly dance dhe sinqerisht, me sinqeritet, u bë këto kohët e fundit dhe unë nuk kisha kohë dhe e kam 2-3 lëvizje i kam thënë mami dhe i kam dhënë videon e asaj që ka kërcyer dhe vetëm nëpërmjet asaj. Nuk i kam bërë prova, po thuaj, se fare vetëm në shtëpi. Belly dance e konsiderohet i lehtë, po Anja ka bërë edhe shfaqje të një niveli më të lartë, edhe balet klasik, edhe kërcime moderne, edhe tangot, valsin, e kam shumë qef, partneri tani shumë quhet Ansel, kërcen shumë bukur dhe kanë kërcyer jo vetëm në skena, por edhe në aktivitete në shkollë. Shumë më ka pëlqyer një interpretim i Anjes, Frozen 2, më pëlqen këto më të reja që vinë, ajo i sheh edhe nëpërmjet thithë, edhe nëpërmjet të paris, edhe mosha është e tillë dhe interpretimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Në fakt, Marcela, ne
kemi këtu ekranin e televizionit Apollon, kemi pikërisht për këtë qëllim që të shërbejmë qytetarëve jo vetëm me problematikat e tyre, por një herazi edhe për të promovuar këto talente të reja. Për fat keq, një pjesë e mirë intelektualëve janë larguar dhe na vjen shumë keq për këtë, teksa shohim që ka një mungesë shumë të madhe të potencialit intelektual, por për sa i përket talenteve të reja, ne këtu jemi, pse jo çdo mëngjes, unë do kisha dëshirë që teksa bëj një pauzë në emision, të vendosja nga një kërcim të Anjas dhe besoj të sillte një emocion tepër veçantë në të gjitha ambientet e teleshikuesve kudo janë duke na ndjekur. Faleminderit. Të pëlqen ideja, Anja? Më pëlqen Të shumë. pëlqen shumë. Atëherë pse jo, unë do kisha shumë dëshirë që në ditët saktuara të emisionit të vendosnim aty, në vend të vendosnim një këngë për shembull, të vendosnim një kërcim të ëmbël, do të ishte kaq emocionuese dhe ne përmendim emrin tënd çdo ditë dhe ne krenohemi me një talent që rritet çdo ditë dhe Anja ka rrugë përpara, akoma Ka rrugë është, përpara. po unë kisha shumë dëshirë, e pranova ftesën tuaj që Anja le të merrte pjesë, ajo kështu do mësohet edhe me praninë e kamerës, dhe me praninë e intervistave, synimi më shumë i largët, po e para të ketë shëndeti. po patjetër. Unë në Marsel nuk kam punuar vetëm me Anja, kam punuar, vjet kam pasur kënaqësinë të punoj në një sallë gjimnastike. Aq mundësi sa kisha kam dhënë kontributin tim dhe edhe për Anin atje unë kam qenë shumë e kënaqur se duke pasur disa kushte të traut ekuilibrit, të tapetit gjimnastikor, kjo mësoi disa ushtrime gjimnastikore që do t'i ketë dhe ato do t'i vlenë për të ardhmen e saj. Ndërsa si vjet unë jam fokusuar vetëm ke shkolla, ke Pinallopi Piero, aty jam dhe mësuse, me qenë se aty munde, kohën e kam shumë të limituar, sepse edhe djalin e kam të vogël dhe mundohem aty dhe kam bërë shfaqje. Do të veçoja, patjetër Anja ka qenë pjesëmarrëse, Anja dhe mua nuk më pëlqejnë punët më me pak vajza. Duke qenë se brenda shkollës kam shumë kontingjent, atëherë zgjedh shumë vajza dhe një nga aktivitetet që kemi bërë në qendrën kulturore të fëmijëve, me rastin e 28 nëntorit kemi pasur ftesë për të gjitha shkollat. Ajo ishte një aktivitet shumë serioz, të cilën unë e bëra në bashkëpunim me mësuesen e Anjas, mësuesen Silvana Therraj, që e falenderoj për bashkëpunimin, por njëkohësisht edhe për kujdesin për vajzën time. Kemi bërë një koncert shumë të këndshëm për vitin e ri, patjetër Anja është pjesëmarrëse, po jo vetëm Anja. Anja spikat, po kam bashkëpunimin edhe të shkollës, e të tjera aktivitete. Marcela, duhet të të ngacmoj me një pyetje. Atëherë, duke qenë se është një marrëdhënie në nebi, doja besonit Anjan, Çfarë pyetje më ke bërë? një koreograf e tjetër. Unë kam filluar të më mërziten njerëzit ku unë e çoj Anja, sepse ideja është që mua më pëlqejnë kushtet e punës, më pëlqen edhe koreografia, po duke qenë se unë kam punuar me shumë kujdes, me këtë kjo është përpara të tjerëve. Dhe kur fillon atje me ato ushtrimet e thjeshta unë s'kënaqem, nuk bëj fjalë, po e heq. Duke e hequr kam krijuar pak kënaqësira, derisa kam rënë në paqe me veten tani që sa do eci kjo vajzë, do eci vetëm nëpërmjet meje. Nëse është e vërtetë që ajo që këtu Albinako ka hapur një aktivitet dhe ai do punoj vet ajo se jati ti, unë me shumë kënaqësi do ta çoja që ajo të marrë elementet klasik, të cilat unë i kam marrë në mënyrë të përgjithshme sepse kam qenë gjimnaste. Duaj që kjo atë elegancën ta ketë elegancën e një mjelme që unë mund t'ja jap deri diku, kurse një balerin profesionist Dhe japon apo tani ka hierarki dhe unë duhet ta respektoj. Kjo është ideja. Pikërisht këtu doja të ndalesha, mos ndoshta kjo përkujdesja që e bën të ketë thjesht një mborojë tuajën, ndoshta në një mënyrë mund ta dëmtoj. Deri tani jo, sepse unë i luftoj edhe këtë ambicjen e keqe, që ajo duhet ta kuptoj që ka dhe më mirë, se e kemi kuptuar të tërë. Tjetë shoqërizuar me shoqe dhe unë mërzitem, po që se kjo nuk do ketë shoqe dhe shok, sidomos ata të klasës e duan shumë. Dua ta marrin me pozitivitet, të gëzoj fëmijërinë se unë e kam gëzuar timen, dhe ajo është një bazë shumë e mirë që kjo të jetë e fortë për të ardhmen. Patjetër jam çik protektive, por kjo ka shumë vetë siguri dhe këtë mendoj që ja kam krijuar unë, duke thënë që punë e madhe, mjafton që ti përpiqesh edhe për mësimet dhe për çdo gjë tjetër. Unë them që i bëj mirë, vajzës time do të arrisë një filis të fortë. Më lejo ta pyes Më fal. Anja. Do dëshiroje që të punoje një moment të saktuar jo me maman tënde.
Nuk të më pëlqente shumë sepse më mirë mua më pëlqen më shumë puna në grup, ama në të vërtet unë mundem ta bëj vetë sepse mami më ka dhënë ca shembuj kërcimi dhe unë jam kështu jam. Mundem t'i bëj ca nga ato dhe disa infuz nga vetja ime. Mirë, por nëse do të kishe një koreografe tjetër e cila do të kishte rregulla të tjera, për shembull, do të mësonte diçka krejt ndryshe. Do të pëlqente? Nuk të më pëlqente shumë sepse unë jam mësuar me rregullat e mamit. Je mësuar me rregullat e tua, një përgjigje Po nuk janë shumë të rreta rregullat e mia. Po, misa ato është një ndjesi e nënës që fëmijën e vet gjithmonë ta mësojë për çën i parë, jetë më i miri. Vërtet nuk e kam, më beso. Ajo po ti e tyll do shkëlqej vet, nuk e kam këtë. Nuk dua që vajza ime të rritet me ata ambicje, unë të arrijë majat. Mund të ketë talente të tjerë, kanë dalë talente nga njerëz të zakonshëm. Jo, nuk e kam këtë. Në qoftë se unë do t'i jap të gjitha mundësitë, gjithë kulturën time artistike dhe kjo do t'i shërbej shumë për mirë. Po mund mos bëhet balerina, mund bëhet dhe showgirl, po vetëm doktoresh nuk e di do bëhet apo jo. Si të doj ai. Jo. Mund bëhet këngëtare, megjithëse një zë normal ka, mund bëhet aktore, mund bëhet showgirl. Jam shumë kurioze të di sepse zakonisht këto figura të kompletuara ashtu që kanë elegancën, që kanë këtë lirshmërinë, vetësigurinë, kanë edhe një zë të bukur. Të pëlqen të këndosha një? Më pëlqen të këndoja, ma më shumë pak fare më shumë të kërcej. Do të pëlqen të një moment caktuar të ishe edhe këngëtare, nuk e di nëse ka kënduar. Këndon, po e shikoj që ka një zë të zakonshëm dhe vetëm performanca për qef në për aktivitetet të shkollës. Nuk e fokuson në Nuk e di, s'më duke në talent tjera. Po, atje ku nuk mund të japi, apo jo? Po. Më shumë e shikoj ke aktrimi, se është e papar, do me thënë, ke vallëzimi, mban mend të reciton vjersha të gjata, bën përshkrime hartime shumë të bukura, sa ka menduar ndonjëherë se mos i bën mësuesja, do me thënë mos i bën në klasë, kur në shtëpi më thotë që kam bërë dhe shikoj si e ka vlerësuar mësuesja. Dhe mendoni se gjithë kjo lirshmëri që ka patur, gjithë ky socializim që vogël e ka ndihmuar që të zhvillojë edhe unë kam qenë faktor, po është edhe vetë, është fëmia vetë, ajo është e përgjithshme. Si përfundim nuk bëhet apo jo? Sinqerisht ajo që e vogël bënte fleta, domethënë ushtrime gjimnastikore në rrugë, sigurisht unë si nën nuk e kam penguar, e vogël ka qenë, ka kënaqësi, po ka lirshmëri. Është e lirshme vetë. Atëherë Anja, në të vërtet të zhvjeron me sy, dhe sinqerisht të hipnotizon. Atëherë, mundesh do të më recitosh një poezi? Jam shumë kurioze të di. Më duket se mbaj mend. Të duket se mban mend. Ka të dëgjojnë. Okej. Zoku dhe djali. Një zok të bukur zuri një djal. Ai po dridhej dhe i thoshta fjalë. Nuk të vjen keq që jam i mitur, si ti i vogël dhe i paritur. Jam liri vetëm, mama më pret, e kam lënë keq brenda në fole, dhe unë me borë gjithë unë bulua, e s'ka lënë gjëkund pëthuaj. Më preti mës, si ty jotëm, të mos i vete gjëpëhet prama. Kam dhe unë shpirë të dua të rojtë, të lëviz, të los, të vrapoj dhe të këndoj. Fjalët e zokut djalit të gjoj, qau e puthi, pastaj e lëshoj. Po më me ndjenje ka bërë në klasë, fjalët e zokut, ndoshta ka emocion. Patjetër që ishte diçka shumë spontane, megjithatë mua më pëlqeu çfarë vuraret tek Anja, që ka një lirshmëri të jashtëzakonshme, ka një përqendrim, këtë përqendrim dhe vetë sigurie e përcjell, e përçon tek çdo lëvizje, qoftë edhe tek një vështrim që të hedhë. Faleminderit. Atëherë, projektet tuaja, Marcela? Projektet patjetër, unë e kam shumë pasion. Do me thënë, patjetër të pëlqen edhe ajo ana financiare, po edhe nëse nuk është ajo, tani kam dhe fokus vajzë, kështu që sigurisht do kem shumë. Do të merrem për hëmenja 2 festa abetare, pa e lënë anjen mbrapa. Njëkohësisht edhe festën e 1 qershorit. Plus unë edhe ditëlindjet kësaj ja bëj pak të veçanta, pak të këndshme. Më pëlqen që të ketë një sa mund të bëj një jetë prej princeshe. Kështu që këto janë projekte të vogla, sepse unë nuk kam aktivitet, nuk kem një sallën time të vallëzimit. Arsyeja është sepse shumë e lëvizur jam edhe nga bashkëshortit, si pas punës së tij, kemi qenë në Tiranë, jemi zhvendosur në Maqedoni, prej 2 vjetësh jemi në Fier, vjet kam punuar në një
palestër të një zonje shumë të nderuar, kurse si vjet aktivitetin tim kam shfaqur vetëm nëpërmjet shkollës ose nëpërmjet vajzës, duke pasur gjithmonë një bashkëpunim edhe një përkraje edhe të një prej nëndrejtorëve ose nëndrejtoreshës, zonjës Adriana Mile, e cila është një zonjë e nderuar. Ne kemi bashkëpunuar për një kohë shumë të gjatë, po ajo është shumë pozitive. Ajo nuk më ka thënë kur jo dhe unë kur nuk do t'i them jo. Projektet janë të vogla, po do bëj gjëra të bukura, gjëra artistike të lezetshme do bëj. Gjëra të vogla me dashuri të madhe. Me dashuri të madhe. Atë Marcela duhet të ndalem disi tek një pjesë më gjatë ftohtë e bisedës. Ana financiare. Koreografët në vende të tjera kanë një status tjetër, kanë një stimulim tjetër financiar. Vjen keq që këtu unë do ta bëj çik dallimin deri këtu në Maqedoni, që neve pak a shumë, sepse unë atje jam martuar, me bashkëshortin jemi një orë, kemi qenë student. Ideja është që edhe pse jemi aty në ekonomi, atje vlerësohet më tepër puna artistike. Atje kam bërë edhe shfaqje dinjitoze, mi përkraje edhe nga bashkia, që unë kam qenë për shembull edhe pa një orë për vendin ku unë kam shkuar, por edhe nga prindrit. Kurse këtu partnerin kryesor unë kam pasur gjithmonë prindrit, sepse është ideja unë ta bëj punën shumë të bukur. Ama nëse unë nuk kam veshjen e cila duhet jetë patjetër luksoze që të shkëlqej, dhe këtë e bën vetëm prindi. Ama në qoftë se unë fëmijët i nxjerr në 20 pjesë dhe 3-4 janë investimi prindit, kjo do thotë shikos se sa e duam në ardhmërinë e fëmijëve. Domethënë partneri kryesor këtu ka qenë gjithmonë prindri. Unë di të them këtë që shumë artistë japin nga vetja, japin që të dalin në një shfaqje, se kur e ke pasion, vetëm duar trokitja e publikut nuk ka shpërblim më të madh se ajo. Unë e kam provuar shpesh herë. Edhe pas çdo shfaqje e cila është tepër e lotshme, unë them, nuk do bëjmë se jam shumë e lodhur dhe prapë frymëzohem të bëj të tjera. Pikërisht vetëm nga ky motiv. Motivi më i madh tani është edhe vajza. Por është në këto kushte jemi. Kështu që unë sipas kushteve unë do të eci përpara gjithmonë. Në fakt është për të vlerësuar dhe për të marrë si shembull frymëzimi, pikërisht kjo këmbgulja juaj si nën, si bashorte, si nuk e ke idenë sa e lodhshme është, po unë kështu kam zgjedhur. Si koreografe në shumë veprimtari, megjithatë, ne kemi folur vetëm për Anjan, po harruam që kemi edhe një djalosh tjetër. A do të jetë një artist i artshëm? Nuk e di, burri im ka qenë futbollist. Ka qenë shumë i mirë si futbollist, nuk është i njohur këtu sepse është nga Maqedonia, shqiptar i Maqedonisë. Shikoj që djali ka godet çdo gjë që i vjen përpara, se ai ka dhe një moshë të vogël, 3 vjeç, ka mbushur tani në shkurt. Mendoj ta orientoj duke pasur edhe baban aq të zotin, është trajner i njohur edhe andej edhe në Angli. Është i njohur. Atëherë mendoj të rritet mirë, t'i vej ajo mosha e duhur, të forcohet dhe them do t'ja lë detyrë bashkëshortit. Pra po që sa ai do të kërcej, unë nuk do ta ndaloj, po shikoj që është i orientuar ke sportet më shumë. Pra genin Anja ka marrë nga nuk mendoja kaq shumë në të kaluarën, po tani po e forcoj çdo ditë. Derisa djali nga bashorti juaj. Po. Ngjaj nga të duan, po këtë e shikoj shumë elegante e shikoj. Por unë përpiqem shumë sepse ata që janë në fushën time e kuptojnë se çdo të thotë të bësh balet klasik, se çdo të thotë se sa e lodhshme është ajo, se sa durim do. Kurse këto ushtrimet hip hop, ushtrimet moderne, Anja do t'i bëj kur të rritet shumë mirë vetë. Sepse janë më të lehta, gjithsesi duan forcë fizike, duan përgatitje, nuk e shoh të prirur drejt të saj, duke se është mua më pëlqen ke klasiku, po të dëshiroj, besoj që do t'i bëj shumë kollaj ato. Atëherë Anja, nëse në një aktivitet vlerësohen të gjithë të pranishmit aty edhe me çmime, ti do marrësh çmimin e 4. Po? Do të vinte keq. Jo, se rëndësi ka të përpiqesh edhe të marrësh pjesë. Të lë pa fjalë, Anja, nuk e çfarë të thuash, më vjen mirë që e ke brëmuasur pikërisht me këto mendësi që të ndihmojnë shumë për çon edhe njerëz social dhe sepse egocentrizmi është shumë i dëmshëm në fakt për vetën e saj, pastaj edhe për shoqërinë. Veçanërisht në këto profesione.
Atëherë, Anja dashur, Po? dua patjetër që të më dërgosh video të ndryshme nga baleti klasik, nga gjitha llojet e kërcimeve që ti realizon dhe ne ti vendosim çdo ditë